Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dënuar me 14 vite burg shtetasin kolumbian Samir Rosales Rodriguez, i akuzuar si pjesë kyçe e laboratorit të kokainës të zbuluar në banesën e ish-kreut të komunës së Frakullës në Fier, Viktor Cervanaku. Prokuria e posaçme me prokurora Nën Zholi kishte kërkuar të njëjtin dënim për të pandehurin, ndërsa bëhet me dije se autoritetet shqiptare janë në pritje të procedurës të ekstradimit të tij. Sipas hetimeve, Rodriguez kishte rol teknik si kimist në procesin e nxjerrjes së përpunimit të kokainës duke përdorur metoda të sofistikuara për të fshehur lëndën narkotike në produkte të ndryshme. Hetimet e SPAK-u tregojnë se ai shërbente si ndërlidhës mes organizatave kriminale shqiptare të lidhura me trafikun ndërkombëtar të drogës dhe rrjeteve në Amerikën e Jugut. Sipas dosjes hetimore, ai kishte mbikëqyrur logjistikën e disa dërgesave të kokainës të transportuara nga Amerika Latine dhe të fshehura në plera organik me qëllim shmangjen e kontrolleve doganore. Po ashtu rezulton se Rodriguez kishte udhëtuar nga Kolumbia në drejt Greqisë, më pas në Maltëzi dhe në Shqipëri, ku dyshohet se do të asistonte në përpunimin e rreth 480 kg kokain në laboratorin e Frakullës.